Federata Shqiptare e Bilardos ka zgjedhur mjediset e Grand Hotel Europa për të organizuar aktivitetin e parë të vitit 2026. Në garë janë 8 bilardist, mes të cilëve edhe 2 nga Shkodra të ekipit Vllaznia, kampioni Sehar Sokoli dhe 19-vjeçari Samuel Marku. Shkodrës i dedikohet, Shkodra e meriton, Shkodra sportdashës, artdashës, edhe ishe kënaqësi bashkë me stafin menduam që ta bëjmë këtu. Për vitin 2025, Federata Shqiptare e Bilardos ka pas arritje shumë të mëdha. Kemi filluar me kampionatet lokale, kemi filluar me disiplina 8, 9, 10, kemi filluar me karambolin, kemi filluar me snookerin, kemi bërë kampionatin europian të snookerit, Kupën e Shqipërisë, për na stekën e famshme, stekën e artë në gjithë qytetet e Shqipërisë. Dhe në saj këtyre evenimenteve kaq të rëndësishme, jemi konkretisht me 8 bilardistët më të mirë, që janë nga Tirana, Firi, Vlora, Shkodra, kemi 2 shkodran, ja kemi dediku 2 shkodranve, kemi futur dhe një djalë, një talent të ri. Menoj rivaliteti do jetë shumë i madh. Kur them rivaliteti do jetë shumë i madh se nuk është çudi, sporti bilardos Shqipëri ka nivele ndërkombëtare. Domethënë që shumë pak sporte i arrin. Pra duke filluar kampione bote, kampione Europe, absolut në Ballkan. Vetëm në pool janë 4 disiplina, 8, 9, 10 dhe 14+1. Sot do të luajmë disiplinën 9. Disiplina 9 është një sport shumë i bukur, edhe me teleshikuesin e shumë tërheqës, edhe ne për ne kemi dedikuar këtë disiplinë sot këtu, disiplina 9. Bazuar në bashkëpunim me mirëfillt që Federata Shqiptare e Bilardos ka në vite me Grand Hotel Europa, gjatë periudhës në vazhdim, pritet të organizohet edhe një tjetër aktivitet madhor për sportin e bilardos, i planifikuar të zhvillohet në velipoja Grand Europa Resort. Këtë vit në velipoj do bëjmë stekën e artë, edhe besoj që do kemi edhe mbështetje.